Procesi i identifikimit të zgjedhësve duke skanuar dokumentin. Zgjedhësi i paraqet përpara komisionit të qendrës së votimit dokumentin e identifikimit, letër njoftim ose pasaport. Kryetari i qendrës së votimit bën verifikimin vizual të dokumentit, më pas ja kalon dokumentin operatorit të PEI-t. Operatori e kalon dokumentin e identifikimit të zgjedhësve, letër njoftim ose pasaport, te kanali i skanerit MRZ të PEI. Kujdes! Pjesa e kodit MRZ të dokumentit e identifikimit gjatë skanimit duhet të jetë nga ana e ekranit të PEI-t. Gjatë skanimit të dokumentit, PEI do të lëshojë një sinjal audio për të treguar rezultatet e skanimit. Një bip kur kodi MRZ është skanuar me sukses. Në këtë rast, PEI shfaq informacionin mbi zgjedhësin. 2 bip kur kodi MRZ nuk u skanua me sukses. Në këtë rast, PEI nuk shfaq informacionin mbi zgjedhësin. Tingull alarmi për një dokument që është skanuar dhe identifikuar më parë. Ky votues nuk mund të votojë përsëri. Pasi dokumenti të jetë lexuar me sukses nga PEI, në ekran do të shfaqen të dhënat e zgjedhësit. Kryetari dhe sekretari i KQV-s verifikojnë këto të dhëna. Zgjedhësit i kërkohet edhe ai duhet të nënshkruajë me gishtin e madh të dorës së djathtë në lexuesin e gjurmëve të gishtave të PEI-t. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, PEI printon automatikisht raportin e identifikimit dhe e shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. Presim dokumentin që del nga printeri dhe vendosim tek zarfi ngjyrë boqelli model KQZ 0803 i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Pas printimit me sukses të dokumentit, pajisja do të shfaq mesazhin identifikimi i zgjedhësit u krye me sukses. KQV i jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses.